Mirë mbrëma të ndëruar të reshikues. Sonte kam kënaqësinë që sërish në studion e emisionit personale, në studio ta kem hoxhën e ndëruar Fatmir Latifaj. Një figurë që përfaqëson vlerat fetare, por edhe ato kombëtare si ish ushtar i ushtrisë qërimtare të Kosovës. Në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, me hoxhën e nderuar do të bisedojmë për fuqinë e faljes dhe të solidaritetit, për rëndësinë e argjërimit, si dhe për preokupimin ton të përbashkët rreth procesit gjyqësor në Hag ndaj krerëve të UÇK-s. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi gjithmonë t'ju kem në studion e emisionit personale, përndryshe është emisioni i parë që po realizojmë në muajin e shenjtë të Ramazanit, sepse kështu zakonisht gjatë këtij muaji kushtojmë pra rëndësi temave të cilat janë po aq rëndësishme për përditshmërinë tonë dhe për jetën tonë siç është feja. Sonte do të ndalemi t'i prekim disa tema, pra e thash edhe në hapjet e emisionit, sepse rrëfimin tuaj personal për jetën tuaj e kemi pas dhe kemi përcjell me shumë vëmendje. Tani do t'i trajtojmë disa tema, pra kemi kohë që të bëjmë edhe analizë. Meqense jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, ndalemi te kjo temë e parë. Na tregoni pak a shumë pra për solidaritetin dhe mesazhin që duhet të kenë qytetarët për këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, duke ditur që jeta në Kosovë çdo ditë më shumë po shtrajtohet dhe thuhet që Ramazani të varfërit me atë të pasurit nuk është njësoj. Sa ka mbetur kjo bujaria e shqiptarëve për të ndihmuar të tjerët? Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit për ftesën. Ne më të vërtet kemi një ndjesi të jashtëzakonshme që Zoti i Madh na ka mundsuar ta presim këtë muaj të bekuar, muajin e Kur'anit, muajin e Ramazanit, muajin e agjerimit, muajin e sakrificës, që këtë pjesën e kohës prej syfyrit deri në iftar të kalojmë duke realizuar në mënyrë të gjithë besimtarët tanë, pa dallim shtresave ku ata gjenden, si ai që ka, si ai që nuk ka, si ai që ka pozitë, si ai cili e ka pozitën më të thjeshtë në shoqëri, të gjithë i përgjigjen urdhënit hujnor, thotë Zoti ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjerimi muajit shenjtë. Edhe ne u zgjuam, agjerueshëm, jemi në fillimin e muajit të bekuar, në një muaj të solidaritetit, në një muaj të bashkëpunimit, të këtij unitetit të jashtëzakonshëm. Fokusi i Ramazanit nuk është vetëm largim nga ushqimi për një kohë caktuar në një kohë caktuar, por është ta ringjall shpirtin solidar të njeriut. Fatkeqësisht për shkak materializmit të tepruar edhe dinamizmit të jashtëzakonshme që është duke zhvilluar jo vetëm brenda vendit tonë, por gjithandej nëpër botë, shpirti solidar i njerëzve ka filluar të zbehet. Unë shpresoj që ky shpirt do të ndizet pikërisht tash, ta zgjasim dorën tek nevojtarët, tek ata të cilët kanë nevojë, jo ta trajtojmë çështjen vetëm për ata njerëz që kanë nevojë për mbijetesë. Por tash jemi në një situatë shumë bukur e the, kur çmimet janë tepër të larta, hyrjet familjare në buxhetin e tyre janë tejet të limituara, duhet patjetër që ta ndihmojmë familjen, shoku shokun, shoqëria shoqërinë, e në këtë rast e kena mundësinë e ardhë që të dalëm ndihmë gjithë atyre njerëzve që kanë nevojë. Ndoshta të ardhura kanë, po të ardhurat e tyre nuk ju mjaftojnë për me pagu pagesën e fakturës të rrymës, fjala po bjen, që është rrit kohëve të fundit tepër. Ata kanë nevojë për gjëra më elementare të jetës. Prandaj Ramazani është një stërvitje e bukur, është një mundësi e ardhë që të arrijmë kënaqësinë e Allahut, pikërisht edhe që thot populli në jargonin popullor, i ngiti nuk ja den atij që është i und. E tash derisa me agjerueshëm, edhe ata që kanë, po për shkak që na respektojmë muajin e shenjtë të agjerimit edhe të Ramazanit, e dimi çka do të thonë kur fëmia jon ka nevojë për përkrah dhe për mbështetje. Prandaj trajto të tjetrin sikur të ishte yti, edhe me emrin e Allahut do të realizohet dëshira dhe atë të cilën e kërkon Allahu. Thot Muhamedi alayhis salam, Zoti nuk kërkon që të jesh vetëm bark uritur apo i etur, por e kërkon refleksionin që sjell muaji i shenjtë Ramazan, e pikërisht në prioritet është edhe
solidariteti. A dalojnë veprat e bamirësisë në këtë rast, pra, a ka rëndësi se çfarë vepre të bamirësisë bëjmë, pra, ose të shtrohen yftare, apo ndoshta të ndihmojnë me para familjet nevojtare, apo duhet, pra themi kështu në gjuhën popullore, është sevap që familjarëve të shtrohet yftar. Si cilësohen këto? Pa fije dyshimi çdo vepër e mirë që bëhet në kuadër të këtij muaji të shenjtë, qoftë ditën apo natën, e sidomos në shtrimin e iftarëve, po pse jo edhe ftesën e familjarëve, së është një mundësi e artë që ti e riaktivizojmë lidhjet tona farefisnore për shkak dinamizimit të jetës, për shkak se jeta është bërë shumë e egër me termine të jashtëzakonshme, nuk po na mjafton kohë për familjarët e ngushtë, lere ma për ata më të largët, e kemi mundësinë e artë që sot të shkëmbejmë edhe vizitat, po pse jo të shkojmë në për iftare, të presim në për iftare, edhe të njëjtën kohë t'ju ndihmojmë, t'i thrasëm, të shkojmë t'ulemi me njerëzit të cilët ndoshta kanë ëndër t'ulen shoqëria me shoqërinë, shokët me shokët, vëllezërit me vëllezërit, e kështu me radhë. Prandaj është një dimension shumë i hapur, është një mundësi reale që na kena mundësi me e realizu. Zoti i madh, ati kohë shumë falë, gëzohet kur na shet që ne i shkëmbejmë vizitat, i shkëmbejmë dhuratat, i shkëmbejmë ndihmat për njëri tjetrit. Pra nuk ka rëndësi forma? Nuk është më rëndësi forma, më rëndësi është jetë do të thotë prezente vizitat, jetë prezente iftarit, jemi bashkë në sofrat e iftarit, atut na ta shohemi, neve na ka marrë malli të takomi me njerëzit tonë për qef, sepse shpesher në rast të morti na zatetemi, apo takohemi. Pse mos ta shfrytëzojmë muajin e shenjtë Ramazanit, pikërisht edhe të fitojmë të korëm sukseset së vapit, se nuk ka se vap më i madh se dikush ta merr iftarin tem, e unë dikujt t'ja servoj iftarin edhe të njëjtën kohë që shkëmbejmë sevapet, siç na ka mësuar dhe profeti jon alayhi salatu wasalam, ai cili jep iftar dikujt, do të thotë e ka sevapin atij pa i u mungu këtij i cili e ka përgatit. E nuk ka ma mirësi dhe begati, është një shkëmbim i madh i një arene sevapësh, forma dhe mënyra të ndryshme, pa e specifiku vetëm kësaj se pa i dhonë prioritet vetëm kësaj anës tjetër. Por na gjithmonë e kemi, do të thotë, prioritet në islam duke filluar prej nga më i afërti. Për shkak se kështu na ka mësu vetë veprimtaria profetit tonë alayhi salatu wassalam, të cilit i drejtohet Allahu dhe i thotë fillon në thirrje, fillon në praktikim, fillon në mësim për atij i cili ki më të afërt. E kështu me radhë. E secilin nga i afërti plotësohet norma dhe forma më e mirë e mundshme. Po vitrat dhe hatmet, ma shpjegoni pak. Po vitrat zakonisht i jipen në fund, domethënë para Bajramit, për shkak se agjeruesi gjatë agjerimit ka mundësi me lëndu agjerimin. Qysh ka mundësi të lëndohet agjerimi? Agjerimi lëndohet me një fjalë të pahjeshme, me një sjellje të pakontrollume, me një gjest i cili vjen jo nga menaxhimi i drejtë për shkak etjes apo për shkak, do të thotë, në një nervozizëm që ka mundësi me përjetu agjeruesi që realisht nuk do duhej me kalu kjo lloj sjellje e pa menaxhueshme drejtë dhe mirë, e për këtë arsye që ato mungesa, që ato lëndimet sporadike që mundet me na u godit agjerimi për shkak sjelljeve jo të kontrolluara, i madhi Zot na ka mësuar që të japëm vitra, ta plotësojmë që atë mungesën e agjerimit tonë, për shkak se refleksioni e agjerimit kërkon që të shihet në veprat tona. Kuj duhet t'i japën këto vitra? Zakonisht ata cilët ka nevojë për ta pritë sofrën e Bajramit, kremtën e Bajramit me të mirat e Zotit. Ajo mundet më dhonë edhe në para, ajo mundet më dhonë edhe në ushqime. Zakonisht besimtarët tonë i adresojnë këtu vitra në Bashkinë Islame për medreset tona cilat i kemi këtu në Prishtinë me 2 paralelet e saj në Gjilan dhe në Prizren, po dhe Fakultetin e Studimeve Islame që konkretisht ata nxënës dhe ato foleta arsimimit dhe edukimit islam, do më thonë, e kanë buxhetin prej besimtarëve dhe prej agjeruesve tanë, edhe unë këtu shfrytëzoj rastin me apelu që të vazhdon kjo traditë e bukur që është më së një shekull e tutje që gjithmonë vitrat normali jipen Bashkisë Islame për
për nevojët e nxënësve dhe talebeve tana, por ne kemi edhe atë shoqatën e bamirësisë Bereqeti, që në kuadër saj pastaj edhe i servohen dhe shpërndahen për nevojtarët. Po e shohim pra që tritë çdo vit më shumë po i kthehen traditës së argjerimit. Po. Është bërë kjo ndoshta një formë themi e modës në kthemi fesë, apo është një nevojë shpirtërore për t'u larguar prej veseve të përditshme? Pafije dyshimi, është një lajm i bukur dhe i mirë që gjithandej vendeve tona, qyteteve, katuneve, shesheve, shihet agjerimi. Mjafton me kuptu ky popull sa është fetar në prag të iftarit ose në kohë të iftarit, dilne për qytete, në për sheshe, në për udhkryqet qyteteve dhe fshatrave tona, që zakonisht kohëve të fundit fluksi shumë është i madh i prezencës së automjeteve në trafik, a në kohë iftari e ki rrugën e hapur, që do të thotë që ky popull, edhe nëse rastësisht nuk agjerojnë disa njerë cilët kanë nashta dhe arsye, ose në rast të tjera nuk kanë arsye, mirë po Ramazanin e respektojnë me prezencën e tyre në iftar. Kjo është një lajm shumë i bukur, gjithsesi edhe është një realitet i prekur, i faktik, që rinia jonë me të madhe ju ka kthy agjerimit. Kjo është një shkollë e madhe, cila ushqehet shpirti dhe është nevojshmëri shumë e bukur, sikur edhe theksove që shpirti ka nevojë për këtë shkollën e agjerimit. Edhe populli shqiptar ka një traditë bukur të agjerimit për shkak se fillet e pranimit të fesë tonë islame para 700 vite kryesisht kanë filluar me muajin e shejt të Ramazan, pastaj edhe sukseset tona edhe në luftë, edhe celulat e para të rezistencës, madje edhe të armatosur kanë filluar kryesisht prej agjerimit. Unë edhe sot e thash diku në një mes, atë po dua ta ripotencoj edhe këto, që shqiptarët në historinë më moderne, si që është projekti më i qelluar i mundshëm UÇK-ja, ka fillu me rezistencën e familjes së kryekomandantit tonë legjendar pikërisht prej ninetve të Syfyrit, po mos zgjoheshin ata në Syfyr, armiqt serboslav kishin me i glabru. Do të thotë ndëgjum se gjumi është gjysmë vdekje, po ka ra Syfyri, edhe duke u përgatit me fal namazin e sabahit, baba i Adem Jasharit, Shabani Rahmet Past, shpirti ti, do të thotë i ka hetu se kulla është rrethu, edhe me një rezistencë të bukur kanë arrit me izbraps ato sulme. Është e njohur, është evidentuar në historinë më të lavdis të UÇK-s ky fragment i bukur të historisë tonë. Pra, kam dëgjuar që edhe nuk e kishte prishur argjerimin pra Adem Jashari. Patjetër, edhe kjo shumë është e vërtetë. Edhe përkundër ditëve të cilat i kanë pasur shumë të vështira gjatë betejave. Me ballafaqume me shumë rreziqe, madje është e njohur fjala e tij, cilën e transmetojnë shumë shok të tij, prej tyre kam dëgjuar edhe vetë e prorin e ish njësitit tem Hoxhës Ekrem, ku thotë që çka kam faj agjerimi jam, që do të thotë shkijet na kanë ra në qafë. Edhe me plot kuptimin e fjalës përmendin se agjerimi ka qenë një forcë e madhe, një qetësi e madhe shpirtërore që i duhet luftëtarit në istikamën të luftës. Prandaj i lutem Zotit madh atij kofshëm fal që ky popull ta ruaj këtë traditën e agjerimit, edhe të njëjtën kohë ta kultivoj formën në mënyrë më të mirë të mundshme. Ne shohim edhe në xhamia tona ku frekuentojnë shumë nxënëse, shumë vajza tona, bija tona, bitet tonë, djemtë tonë të ri, ndoshta edhe nuk e dini edhe ritualin se si duhet, mirë po i dyert e xhamive janë të hapura. Unë gjithmonë ju tham, të vetmi standard ju duhet ta plotësoni qetësinë. Ju lutem të mbani qetësi, sepse pa disiplinë, pa qetësi nuk mundem të realizojmë pastaj edhe ritualet tona të namazit. Dua të them që është për ta përgëzuar popullin shqiptar. Populli shqiptar ka pas traditën të kaluarën, edhe në ish Jugosllavi neve na tregojnë gjyshtë tanë, e baballarët tanë, të cilët kanë shërbyr në ushtrinë ish Jugoslave, ku e prort e të gjithë aty në asoj ushtrie gjigante që ka qenë në ish Jugoslavi, ju kanë thonë ushtarëve të tjerë cilët nuk kanë qenë shqiptarë dhe nuk kanë qenë besimit islam, keni kujdes, mos ja ushani agjerimin, zotin, bukën, edhe nanën, sepse shqiptarët i kanë të shenjta agjerimin, bukën, edhe nanën. Ju më përmendet më herët edhe ndërtimin e një shkolle, pra para 30 viteve pikërisht për ndër të
muajt Ramazan. Shumë është të vërtet, une në vitin tash fix bëhen 30 vite, është Ramazani i 30 në vitin 1996, unë kam shërby si medresant i medresës së mesme Alaudin Atko për shkak mungesës e hoxhallarëve dhe imamlarëve. Fshatrat dhe katunët kanë kërku, do të thotë, mbështetje me studentët apo me medresantë. Edhe unë si një medresant me plot shok të tjerë kemi shërby gjithë andej, edhe unë në vitin 1995 kam shërby në fshatin Tërsten, në shalën e Bajgorës. Kurse në vitin 1996-97 kam shërby si imam për Ramazan 2 vite, një pas një 96-97, edhe 97 krisi lufta pasaj, si që dim gjithë në zonën e Drenicës, në fshatin Gjurgjuvik i Vogël, komuna e Klinës së Begut. Gjurgjuvik i Vogël është etnikisht shqiptar musliman, pastaj vjen fshati Zllakuçan, etnikisht shqiptar të besimit katolik. Zoti i madh më ka bë sebeb edhe me atë dituri që kom posedu para 30 vite, me atë frymëzim patriotik, edhe nga familja, po edhe nga shkolla, edhe nga mësues, edhe nga hoxhallarët tanë, e falenderoj Zotin e madh, kom pas fatin që të jam prej atyre njerëzve të nismetar, edhe pse i ri shumë në mosh, që t'i hedhëm themelet e para të një shkolle fillore të fshatit Gjurgjuvik të Vogël. Po për shkak mungesës së nxënësave tash ajo është mbyllur, mirë po godina edhe objekti është, edhe falenderoj Zotin në një rast morti në të pame, u takova me ata katonarët i fshatit të bekuar, e kryesisht ishte edhe kryetari aktual i Klinës, tha hoxhat kujtohet se ti e bo sebeb që na sot e gëzojmë këtë shkollë. Unë jam shumë i nderuar dhe i respektuar, është mirë më bo me dije disa njerëzve tanë të rebeluar, mos ta përdori fjalën islamofoba, cilët thonë se këta dinë vetëm xhamia me maru, hoxhallarët dinë me maru edhe shkolla. Kur jemi tek shkollat, këtu pra kemi pasur një lajm të ditëve të fundit nga Drejtoria e Arsimit në Prishtinë, të cilët kanë vendosur pra që në respekt të muajit të shenjtë Ramazanit të shkurtohet orari i mësimit. Dhe në këtë rast kishte edhe reagime të ndryshme, duke quajtur si antikushtetuese sepse Kosova është shtet laik. Si e komentoni ju këtë? Përkundrazi, amandamentet e shtetit për çka bëhen? Ata bëhen në shërbim të qytetarëve. Na falë Zotit jemi shumicë absolute islame, mbi 95%. Me respekt për të tjerët, në asnjë rrethon nuk kemi urrëtie, as në udhëbillah kemi ndaj plan djallëzor, mendim e lere me folë, po me artikulu, ose runa zot me vepru, gjithmonë i dhajmë përparësi dialogut, bashkëpunimit tonë, për interesin gjithkombëtar, shtetëror, madje këtu nuk janë vetëm fjalë, po janë edhe vepra, të cilat falë Zotit edhe kemi dëshmu, të gjithë, dikush ma shumë e dikush ma pak, unë e mirëpres dhe e përgëzoj udhëheqjen e komunës së Prishtinës për këtë lajm fantastik të bukur që i përshtatet punonjësve publik edhe në shkolla, por edhe në komunë, pse mos mja mundësu nxënësve, arsimtarëve, mësimdhënësve, mi u përshtat koha që nuk hynë në hak të mësimit edhe të materjes për çka ata të bëhen për shkolla. Prandaj, gjithë ata të cilët dëshirojnë ta përgëzojnë e kanë kohën, po ata të cilët dëshirojnë të gjejnë pretekste të cilat janë me narrativa të ndërtuara që janë inexistente, me plot kuptimin e fjalës është për keqardhje. Se ti je i lirë, ndaq agjeru, ndaq mos agjeru, ndaq beso, ndaq mos beso. Ne nuk ja u imponujme, madje Zoti nuk e pranon adhurimin ton të imponuar. Zoti e pranon adhurimin i cili vjen si rezultat bindje, si rezultat dashurie, si rezultat respekti ndaj krijuesit gjithësisë. Pse na agjerojmë në kohë, sot është koha shumë e lehtë për agjeru, për shkak se jemi në kohë dimri, orari shumë i shkurt. Po paramendo para 5-6 vite, ose pleqët e pleqëve tanë, qysh kanë agjeru gjysherit tanë, qysh kanë agjeru lokët gjyshet tona, ose stërgjyshet tanë, kanë pështu gjak, e kanë fshije në kosë, në drapën e shati, edhe nuk e kanë prish. Sepse bindja tyne ka qenë shumë e madhe. Po, pse ky reagim? Pra, kur thamë më herët që është ndritje numri i personave të cilët po agjerojnë, në anën tjetër, pra ekziston ndoshta edhe një shtresë që kogja shumë e kundërshton këtë. Shumë e vërtet. Pra e thatë edhe më herët islamofoba. Po,
E thash edhe prap se prap e ritheksoj, nuk i ka hije shqiptarit të jetë një popull servil, një popull i cili në emër të një integrimi me perëndimorët me sha fen tane, edhe me linqu besimin tanë. Po nuk besoj ndoshta që kjo do t'jetë një... Po, disa kështu edhe aden shihet, kuptohet për reagimit tyne. Një lloj nxitje për integrim perëndimor, sepse dim që perëndimi ka marrë parasysh... Për këtë isha duke e thonë, se në perëndim, shumicë absolute, në perëndim për shembull aplikohet mësim besimi për të gjitha fetë. Musliman zanësat e mësojnë islamin, të krishterët e mësojnë besimin e tyre, absolutisht kjo nuk bjen ndesh dhe nuk është kontradikt me integrimet. E ki parasysh. Pra perëndimin e kemi pasur në Kosovë, ndërhyrjen e NATO-s dhe gjitha të tjera. Absolutisht, dhe na jemi edhe falenderuese dhe jemi mirënjohës për këtë veprim, edhe lutemi për familjarët e tyre që me të vërtet kanë bërë një sakrificë dhe ende janë duke bë një sakrificë, kur ishte rasti dje i lajmit shumë të famshëm, kur Trumpi ju drejtua prezidentës tonë, tha nëse keni problem, në zhargonin popullor, unë për e deshifroj, tha nëse ju ngutë Serbia më thërë një telefon. E ki parasysh. Ata e din fare mirë se jemi në absolutisht... Pra s'ka të bëj fare feja në këtë rast. Për kundrazi. Për këtë arsye, disa ende, fatkeqësisht librezat e kuqet komunistave i kanë në përgjepat e tyre, ndoshta edhe në përzemrat e tyre. Mu më vjen keq të shprehim kështu, mirë po ata po na detyrojnë të bëjmë këtë reagim, sepse nuk ka nevojë. Feja është çështje personale, është privatësia më e madhe mes teje dhe krijuesit gjithësisë. Ti, unë, ai tjetri, ne të gjithë jemi një popull që e kemi pranuar me dëshirë, me vullnet, e mbajmë me dëshirë dhe me vullnet, madje edhe kemi sakrifikuar edhe për vatan, edhe për iman, edhe për besim. Madje, për shembull, na kemi shumë njerëz që kanë kontribuar në çështjen kombëtare, janë shqiptar, vëllezër gjakut tan, po nuk i takojnë besimit ton, edhe ata e thonë që domethënë edhe na kemi rujt besimin ton në kuadër besimit shumicës absolute islame këto, për shkak se domethënë është kultivuar toleranca mes neve, bashkëbisedimi edhe harmonia ndërfetare. Shqiptarët kanë qenë të njohur gjithmonë për këtë, për një tolerancë bashkëfetare, pra, si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, e sidomos juve personalisht ju kemi parë në misione të ndryshme në këtë rast, sepse nuk e thash në hapje, por besoj që shikuesit e din, pra që keni edhe një mision kogja të shtrenjtë, që është ai i pajtimit të gjoqeve, pra keni bërë pajtimin e shumë familjeve në mesveti, pa marrë parasysh fesë, pra keni pas edhe të fesë katolike, por edhe të fesë islame, dhe rastisht pra pash edhe një emision tuajin, të cilët e kishit realizuar në Shqipëri, ku ju i dhuronit një flamur kombëtar, pra flamurin tonë kombëtar, një priftit atje. Shumë e vërtet. Si erdhi deri te kjo ide, sepse mu duk ide shumë e mirë në fakt që të jetësohet ajo që ka qenë gjithmonë që themi feja shqiptarit të shqiptaria. Patjetër. Unë jam shumë mirënjohës organizatorëve se ishte në përvjetorin e shpalljes së pavarësisë Shqipërisë me 28 nëndor të vitit 1912, edhe Zoti e rujt Besmirin, i cili është një djalë shumë i mirë, edhe ai ka qenë ideator dhe ka qenë mbështetës i këtij projektit, edhe thotë që 4 vite e kemi si ide në mesin e shumë hoxhallarëve që do të thotë ka trojet shqiptarisë, ata më kanë përzgjedhur mua, unë jam shumë mirënjohës dhe kërkesën e tyre me insistim, kuptimin pozitiv, po e tham, nuk e kam refuzuar dhe kam shku, edhe jemi taku me priftin Don Martinin prej Shkodrës, Don Martin Bletën, cilën e përshëndeti prej këtij mediumi, një djalë shumë i ri, edhe një djalë shumë me vizion, me një kulturë të jashtëzakonshme, edhe kemi pas disa ditë me organizosh, është dash me shku në Kruj, është dash me bani emision në Top Channel, edhe zakonisht kemi kalu tepër bukur me gjithë organizatorët, madje edhe me gazetarën e njohur të Top Channelit, me të vërtet ka qenë bukur, edhe për ditën e flamurit, unë ja dhurova priftit flamurin e UÇK-s me emblemen kombëtare tonën, si shaj mirënjohje që t'ja bëj me dijet e gjithve, se ne për atë dhe jemi bashkë, historia njëve në bashkan, gjuha në bashkan, identiteti kombëtar, gjaku në bashkan, aje ka besimin e vetë, unë kam besimin tem, unë jam krenar në fejnë time, edhe aje është krenar në fejnë e vetë,
sikur edhe thotë Zotit tek I fen tane, aje ka fejnë e vetë, por ne për interesin kombëtar jemi bashk, e kemi vërtetu gjithmonë, falë Zotit që 700 vite jemi me diverzitete fetare, por kumbi në ka bashku, gjuha në ka bashku, edhe absolutisht nuk bie ndesh kjo. Ne pikrisht jemi të aso shkollët e rilindazve tanë, të Sami Frashërit, Jani Vretës e Pashkovasës, që shumë është interesant që ne tash do të thot I dhojmë edhe kuptim të drejt edhe jetës, po edhe fjalëve të tyre, edhe qëndresës heroike të tyre. Edhe unë I thasha dit, unë këtu pendi vetën si kur t'jam Ismail Qemajli për balë me Luigi Gurakuqi. Ose për shambull kemi rastin historik që shumë pak potencohet edhe ju shkam për shtati pas taj këtyre islamofobëve, Allah ju dhëzovët se unë nuk kam urrejtje ndaj tyne, por ata është diskursin që e kanë me urrejtje dhe me mlef që mrapa kësaj shkolle fatkeqësisë ose kësaj lëvizje, dhe thëja që ndrojnë forcat e errta dhe që nuk ja dojnë të mirën në ugurëzim për interesin kombëtar, edhe e thamon atje që Sultan Abdulhamidi kërkon prej Sami Frashërit që të hartojnë një abetarët e gjuhës Shqipe. Shiko, Sami Frashëri, I cili llogaritet një prej dietarëve të kombit tonë, po dhe të fesë tonë, sa I ka dhënë kontribut edhe në çështje kombëtare, edhe në çështje fetare. Padyshim, ai thotë që unë e vi thot për një populli që na kemi edhe disa vëllezër nga Gjaku, cilët nuk I takojnë të besimit islam, po janë ortodoks edhe janë katolik. Edhe ai merr një përfaqësues nga katolikët shqiptar dhe një përfaqësues nga ortodoks shqiptar. Prej ortodoksëve shqiptarë merr Jani Vretën, I cili ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në çështjen e vetdijes kombëtare. Edhe nga katolikët e merr Pashkovasën, I cili është I njohur me thënien që e theti feja shqiptarit është shqiptaria, që na duhet me kuptu pastaj çfarë qëllimi ka pas ky njeri I nderuar me historinë e tij të veçantë, sepse ka qenë nxënës I Hoxh Hasan Tahsinit, I cili ka qenë rektori I parë I Universitetit të Stambollit të kohës. Ai thot se në atë kohë edhe shqiptarët musliman, edhe shqiptarët katolik, edhe shqiptarët ortodoks, fenë e kanë pas në prioritet. Sakrifica e tyre për fenë para 120 vite ka qenë shumë më e madhe. Çështja kombëtare është dashur mu zgju, e ka dashur me thonë Pashkovasa, sikur ju që jepni përparësi fesë, ju muslimanët islamit, e ju të katolicizmit, e ju ortodoksizmit, ju duhet të gjithë se jeni vëllezër të një Gjakut, duhet tash ta ngritni shqiptarin në rëndësinë e saj, sikur se e ngritni fenë. Edhe shqiptarët ta kenë atë dhe dashurinë, të njëjtën dashuri sikur e kanë ndaj fesë. Edhe kjo është qëllimi I Pashkovasës. Përkundrazi runa zot se pastaj ata komunistat e kanë keq drejtu këtë vërtet, sepse ti e din, edhe është thënie madje shumë e njohur e njerëzve të psikologjisë, e vërteta kur keq drejtohet shndrohet në gënjeshtër. Edhe e vërtetën cilën ky e ka thonë, ata e kanë keq drejtu, edhe sikur disa kanë thonë neve nuk na mjafton as Islami, as Krishteri, as kjo, po neve na mjafton feja shqiptari, po s'ka fe shqiptari, pse s'ka Gjermani, Gjermani, ose Italiani, Italiani. Ata nuk e kanë problem identitetin e tyre fetar. Pse ne ta kemi këtë problem? Sigurisht. Nga kjo pra është ngritur edhe një çështje tjetër që do doja ta diskutoja me juve, që është lëvizja e Deçanit. Pra nuk kam pasur mundësi që ta diskutojmë këtë, të cilët kanë ngritur pra dhe kanë qitur në pah disa të themi teoritë të tyre që dëshirojmë të kthehemi tek feja e të parëve tonë. Si I komentoni ju këtë? Feja të parëve tonë nuk është krishterizmi. Nëse tash hime dhe elaborojmë që thot popullin, zhargonin popullor, rrim shtrem të flasëm drejt, shqiptarët dihet që kanë qenë pagan, kanë besu në shumë zotëra, në idhujtari, si kur një pjesë e madhe. Për këtë arsye, tendenca e tyre është, me të plot kuptimin e fjalës, shumë negative, është antikombëtare. Se lëvizja e tyre është puro antikombëtare, është puro për ta shkatru diverzitetin edhe komunikimin e mirë që na e kemi xhamia dhe kisha, që asnjëherë në historinë tonë nuk kemi pas në këtë konflikt. Çështja fetare, ti je musliman apo mos je musliman, është çështje shumë private, është diçka shumë personale. Tamam, shkon edhe me emisionin tënd që ke
titullu personale, është shumë personale. Prandaj, ti a do me nejtë në xhami, apo do me dalë për xhamis, as me zërë nuk të kom pësil në xhami, e as nuk ta kom byll derën që mos me t'la me dalë për xhamis. Nda që rre, mos da që del, është çështja jote. Ama kur të delsh, mos e shaj fen e babës tanë, mos e shaj fen e 40 vjeçarit tënë që e kanë, ose 50 ose 60, se shumica absolutit atyne që janë duke pretendu, janë do pleq, cilët do më thonë e kanë zonë rrota historisë, tyne edhe me këqyrë halë, po flasë kështu me një qëndrim shumë komod, deri dje jënë munu me shit një patriotizm në emër të komunizmit, tash ju kanë ngordhë ky marë, e tash hajde tash ta konvertojmë në krishterizëm. Këta njerëz me këtë tendencë, me përgjithësi intelektuale, vallahi pa urrëtie e tham, vallahi nuk e tham me mlef. Zotin e kam dëshmitar, jam agjerueshëm, jam ditë Ramazanit, edhe e tham me plot përkushtim, edhe me plot drejtësi, se vërteta nuk i frigohet drejtësisë në asnjë rrethon, nuk i bën nder konvertimi me tendencë, duke zbatu plane ugurzie servoslave në emër të fesë, në emër të kurrizit këtij populli, vallahi si bën nder as kishës, as priftit, as Biblës. Absolutisht. Njerëz janë të lirë, nëse nuk e shohin veten në Islam, amoni kohë mos na arrin në Islam. Nuk kemi nevojë që të kemi përçarje të tillë në popull. Nuk kemi nevojë me përçarje. Te unë vinë me 10 njerëz që pranojnë Islamin, disa i publikoj, disa nuk i publikoj, edhe shumicën absolute, mos tham 100%, ata që pranojnë fen islame, unë i apeloj, edhe madje ju tham, e keni pjesë të besimit juj, që babën tanë të krishter, apo runa zot ateiste, ka dhe që vim për përëndimit që në dhe ateista. E keni obligim të dy fesh tash me ndërua, me respektu rrethin, shoqnin, pse te ke pranu Islamin, s'do me thonë tash ti me i shajt ata. E njëjta diskurs do të ishte edhe të ata njerëzit, sepse njerëzit kanë punë me Zotin, nuk kanë punë me neve, na kemi qëndrime doktrinare, kemi qëndrime kombëtare, kemi qëndrime fetare, qytetare, kulturore, por mbi gjitha kemi njerëzin mes njëri tjetrit. Prandaj veprimet e tyre, lëvizja e tyre, ofendimet, diskursi tyre, aja ofendimi me një sarkazm të ult, shihet ashiqare që është me tendencë. Në kontribut negativ, sigurisht. Do të shohim edhe disa fotografit e tjera të cilat i kemi këtu dhe do t'i komentojmë. Pra, kjo fotografi është nga një libër, sigurisht, që është shkruar dhe që do të publikohet po ashtu dhe në emisionin Dosja Historike në televizionin Dukagjini, që do t'i kushtohet pra krye këput kësaj teme. Janë imamet dëshmor që nga vitit 89-99. Pra po shohim një numër ko gjatë të konsiderueshëm të imamëve të cilët kanë qenë në luftën e fundit, si shkeni qenë edhe ju, e që jeni po ashtu dhe invalid i luftës, por që fatmirësisht pra ka dashur Zotit që të shpëtoni dhe të vazhdoni jetën, kurse të tjerët kanë rënë dëshmor. Pra, është edhe kjo thuhet dhe të bëhet publike që imamët gjithmonë kanë dhënë kontribut. Pra, nuk ka qenë endar kështu e shkëputur nga atë dheu. Unë po emocionona kur i po shta emra. Shumicën absolute me ta kam qenë për istikame. Kam qenë në vijat frontit edhe për shambull, është një stret Musa. Shoku jam i luftës, shoku jam i bankës, shoku jam i qytetit tem. Këtu e ki poshtë Jonus Zejnullahun, hoxha i nderump që vjen pe i Karadaku, pe i Zhegrës, Agim Ramadanit. Pak ma lartë është Ismail Mziu, hoxhën cilën është vëra në sejdë. Në sejdë? Në moshën 84 vjeçarë. Këtu janë Arben Hyseni, që është njeri për 47 dëshmorëve në njësitin e komandant Kapuqit me 14 dhjetor vitit 1998. E me 10 tjerë të cilët na bojnë neve krenar, edhe normal që neve edhe na emocionojnë, se kësha pas fatin e mirë që t'jem mesin e tyre. Sigurisht. Shumë kisha me pas fatin e mirë. Dhe emrem të letëzohet ati. Përja që nuk vendosim ne. Vendos Zotë. Ju nuk e keni ndarë pra këtë aktivitet. Do të shumë edhe fotografit e tjera, sepse gjithmonë keni qenë në përkrahje
të ushtrisë qëllimtare të Kosovës dhe kemi pa kohë në fundit, pra edhe në protestën e cila është organizuar për të mbrojtur ish-krerët e UÇK-s, të cilët janë duke u gjykuar në Hagë. Si ish ushtari UÇK-s dhe si invalid i luftës, si e keni parë gjithë këtë proces, pra që është zhvillu në Hagë? Ky proces është puro i fabrikum në për kuzhinat e Moskës edhe të Beligradit me argat shqipfëllës, që për keq ardhje duhet me thonë që kur ishte në pyetje gjykimi i krykriminali Slobodan Milošević, 60 dëshmitar, do të thëtë fizik, kanë marrë pjesë, kurse kur është në pyetje 4 e UÇK-s, që nuk është në pyetje emrat përveçëm të ish e prorëve tanë, që po mbahen pa të drejtë, janë përmbi 200 shqiptar me akt akuza të fabrikuara. Prandaj është për keq ardhje kjo gjendje çfarë jemi, që themeluesit edhe të UÇK-s, ose thënë më mirë pas Adem Jasharit, këta janë themeluesit e UÇK-s, po të ishte gjallë kryekomandanti jonë, edhe ai do të ishte atje pranë Hashim Thaçit, e Recep Selimit, e Jakub Krasniqit, e Kadri Veselit, pa fije dyshimi, sepse është në pyetje komplet gjeneza e kombit tonë. Aty po na luftohet gjeneza e kombit, e arritura më e madhe e shqiptarëve, liria edhe pavarësia që na e festum 18 vjetorin me 17 shkurt viti 2008. Prandaj, unë mendoj që këtu ishëm në protest, si shumica absolute, edhe të mlefosur, edhe të mërzitur, po edhe krenar për sakrificën cilën e kemi bo, dikush ma shumë e dikush ma pak, për se cili ka dhoni kontribut e jashtëzakonshëm, ne shqiptarët historikisht e kemi bo historinë, për fatkeqësisht të tjerë na kanë shkruar historinë. Edhe tash, në kohë moderne, me këtë gjykatë speciale, janë të interesuar me na rishkru historinë, me një fjalë me na barazu neve me regjimin diktatorial fashist edhe antikombëtar, siç është Slobodan Miloševići. Prandaj, dhash Zoti edhe për mediumit juaj i bëj apel besimtarëve tanë, pranë iftarit e në syfër kur ngriteni, për izet Zotit, lutni Zotin që të çlirohen ata djem, e t'i kthehen atë dhejut, sepse le të mbyllet njëherë për gjithmonë ky proces i verifikimit të luftës sonë të UÇK-s, edhe nuk ka luftë më gojerile që është rishukue, është ristudiu, është rigjykue, është gjykue, me lloj-lloj procesi të montume, besa të fabrikuara, politikisht ndikume, kështu me radhë, se sa UÇK-ja. Por jam i bindun në Allahun ati ku shumë falë, e pastaj në lotët e lukeve tona, në gjakun e shahidëve tanë, në rënkimin e fëmijëve tanë, qysh ka mundësi të barazohet lufta UÇK-s me krimet barbare, fashiste, genocidiale të Serboslavisë. Por hoqë ne ishim... 440 masakra i kreu, 1435 fëmijë nën moshën 7 vjeçare janë të vrarë të masakruar, 1600 veta janë të pagjetur, 218 xhami kemi të shkatruar, 1 milion njerëz të deportuar, përmi 20.000 gra e vajzat tona, bijat tona të kombit janë të përdhunuar. Prandaj, na duhet ta kuptojmë nisën, përmi 13.000 njerëz janë të vrarë e të masakruar, që na sot ende lëngojmë edhe lëndojmë, ka njerëz që nuk i dinë varret e më të dashurve të tyre. Llogaritë kërkesa prokurorisë 180 vjet dënohen, a e prorët e serbosllave, genocidialt, ata njerëz më të poshtër të historisë që ne kanë shkaktuar gjithë këtë dhimbje, që kanë trazu jo vetëm Kosovën, po Bosnën, kanë shkaktuar masakrën e Srebrenicës, të Vukovarit, e gjithë atë masakrë që e kanë bë, në total nuk e dënuar 75 vite. Po ne ishim liri pra pas luftës. Sa patëm ne mundësi dhe kapacitet që ta mbronim luftën e shenjtë të UÇK-s? Pra sa bëri shteti edhe për ta mbrojtur luftën, po ashtu edhe për të mbrojtur edhe veteranët UÇK-s, edhe invalidët të luftës, që besoj që shumë prej tyre i keni edhe shok të luftës. Unë mendoj që tek ne është mbjell një fitnë, një sprovë dhe një paragjykim dhe një hamendësim shumë i madh, të cilin këtë diskurs ne do duhet i qëndronim ballë me të gjitha kapacitetet intelektuale që do duhet ta kemi. Se unë e përmbledh krejt këta me një fjali, edhe gjithkund ku shkoj e tham, ati që i ka ik lavdia betejave, nuk do duhemi i krenaria fitoreve, sepse në krenarinë e fitoreve jemi të gjithë pjesëmarrës. Në lavdinë e betejave në nuk kena mundësi me kanë të gjitha betejet, as na vetë nuk kemi pas mundësi të jemi, po në
fitoret edhe lavdit atyre beteve jemi krenarë të gjithë. Andaj, pse na ta paragjykojmë njëri tjetrin? Pse na, nëse tjetri nuk ka pas mundësi ti shërbej kësoj kauze direkt, po shërbjesa e ti ka mujtë me konë edhe indirekt edhe në logjistik. Ata është ne të mirëmi me njëri tjetrin, prandaj edhe qeverit e cilat kaluan. Po edhe kjo duhet ta kenë në fokus që ligje për vlerën e UÇK-s duhet të jetë në prioritet. Mos të guxoj gjithkosh ta në përkëmb, domethënë uniformën e UÇK-s, edhe të njëjtën kohë dinjitetin e shahidit edhe të luftës sonë të shenjtë të UÇK-s. Andaj, qysh ka mundësi një qerek shekulli, zonja krenare? Një qerek shekulli, 1/4 vjetit me shku. Po bëhen 27 vite, 28 vite tash kena popojnë e UÇK-s. 28 vite, 27 vite tash bëhen çlirimi i Kosovës, që ende nxënësat tonë nuk mësojnë për masakrat që ne ka kryer Serbosllавia, as nuk din për masakrën e Reçakut, as për masakrën është faji i vetë neve. Nuk din për heroizmin e UÇK-s, nuk din për heroizmat e bijve dhe bijave tona më të bekuar që i pat. Ju përmendet pra shumë masakra të fëmijëve të cilët kanë ndodhur dhe merreni me mend që nuk ekziston ndoshta asnjë bus që i përmbledh gjithë emrat e atyre fëmijëve. Nuk ekziston një pllak për kujtimdore më e thjeshta, më e lehta e mundshme. Duhet të jetë në kurrikulat e shkollave tona, të mësojnë fëmija jonë se çfarë hjekash kanë kry baballarët e tyne. E jo fëmijët e sodit, që ata mundën më konë fëmijët e tonë. Fatkeqësisht, unë e thamë në disa takime, ne po shkojmë, po ecëm, brezi po ndrohet, shoqëria po ndryshan, ndurët e kuj do të alojmë Kosovën? Ndurët atyre që admirojnë Big Brotherin, bit e tanë ata të cilët fatkeqësisht të ekspozohen para narkotikëve të ndryshëm, bit e tanë të cilët ekspozohen para fenomeneve dhe shpërive devijante, të cilët absolutisht nuk e kanë prioritet patriotizmin kombëtar, edhe atë dhe dashurin që duhet me gëzu, e ne jemi popull shumë i vogël numerikisht, andaj na duhet me ngritë zërin ton, i cili vjen një zon shumë i arsyesht, përderisa na nuk e ngrim të zonin ton të arsyes, për të ngritë vlerat kombit ton, për të arrujt fen ton, besimin ton, dashurin ton, respektin, tolerancën, edhe mos bëhet ky popull servil, edhe mos bëhet ky popull ignorant, se nuk ka kategori me ullët e njerëzimit se sa tjetë njeriu ignorant. Për shembull, Perëndim, ai nuk e ka besimin ton, po e ka kulturën, që nëpërmjet derës së kulturës na mund me bashkëbisedu. A na po takojmë me një shtresë jo dhe të vogël në meset tona, edhe imane besim nuk ka, por fatkeqësisht as kulturë nuk ka, as njerëzillak nuk ka. Nuk din çysh të bashkëbisedojmë. Ne e kishim pra së fundi edhe zgjedhjet dhe kemi tash qeverinë e re. Prisni që të bëj kjo qeveri këto ndryshime? Kjo qeveri ka dhënë shumë premtime, unë shpresoj që ti realizojnë, mirë po një gjë duhet ta kemi parasysh se pavarësisht ku të ka vënu shoqënia me kanë, në cilin pozicion, apozit apo opozit, ti e ki obligim prioritet mirëqenien e popullit tanë. Populli jonë është duke lëngu shumë, është duke mungu gjanat elementare në kuptimin e asaj që e meriton me e pas. Ne kemi tyra shumë të vogla në krahasim me daljet tona. Kjo është një breng shumë e madhe, inflacioni shumë i madh, shtrejtesa shumë e madhe e artikujve më elementar ushqimor. Qysh ka mundësi një familje me një buxhet shumë të vogël, 500, 600, 700 euro, unë po flas për një mesatare, të njëjtën kohë artikujt ushqimor të jenë më të shtrejta se sa në për supermarketet e Gjermanisë dhe të Italisë. Qysh ka mundësi kjo? Mu paramendu. Qysh ka mundësi rryma ku na flejna për mi që mërë, na me marë fakturën e rrymës 300, 400, 500 euro. Me qëfar racionaliteti mund mu ballafaqu kjo punë. A do duhet popullit të delte në protestat të tilla, pra si që doli këtë rast për të mbrojtur apo për t'i dhënë për kraje i shkrerëve të UÇK-s edhe për gjërat të tilla të cilat janë elementare? Unë mendoj që nuk duhet ta provokon popullin pushteti, sepse populli ja ka dhënë besimin. Nuk është provokim, po... E kam fjallën se duhet të ketë pushteti, politika shumë solidarë dhe sociale me njerëzit e vetë. Sepse nëse vazhdojt kështu, po pse ju?
sepse protesta është një formë e shpresë pakënaqësisë, cila është e mbrojtur edhe në aspektin, domethënë ligjor, normal derisa ruhet prona publike kështu me radhë. Hoxh, faleminderit shumë për kohën që keni gjetur të jeni përsëri pjesë e emisionit personale, pra është ditë argjerimi dhe ju falenderoj shumë. Besoj që do të kemi mundësi të takohemi sërish, është emisioni i parë pra për muajin Ramazan, dhe do të kemi edhe emisionet të tjera që do t'i kushtojmë fesë në kuadër të këtij emisioni. Agjerim të sa më të lehtë. Agjerim të lehtë të pranuar. Juve edhe gjithë vëllezërve tanë apeloj për mediumit juaj që njerëzit të kanë njerëzillak, pavarësisht bindjeve të tyre, madje edhe besimeve të tyre, ta ruajmë njerëzin tonë, sepse mbi të gjitha jemi njerëz, jemi rob të Zotit, e Zoti e don edhe adhurimet tona dhe të jenë fryt i dashurisë, respektit dhe bindjeve tona, pa imponime edhe pa acarime. Faleminderit, sepse këshillat tuaja gjithmonë janë të nevojshme dhe të Faleminderit shumë, ishte kënaqësi edhe ime. Miq të dashur, faleminderit për vëmendjen, do të takohemi javën tjetër me një tjetër personalitet. Natën e mirë.